Ju falenderoj shumë për mënyrën se si mu drejtuat. Promotori kryesor i kësaj arritje personale ka qenë sistemi shkollor i medreses, pra stafi i shkëlqyer, pra mësuesit, të cilët më kanë ndihmuar për gjatë çdo hapi që kam marrë në këtë rrugtim akademik. Gjithashtu mënyra se si organizohet mësimi dhe puna e shkëlqyer që kanë vendosur mësuesit jashtë orareve të shkollës më kanë ndihmuar së tepërmi në këtë arritje të mia për gjatë olimpiadave, për gjatë mësimeve dhe për gjatë aktiviteteve jashtëshkollore. Meqense përmendët olimpiadat, a mund na thoni ndonjë prej tyre që ju keni zënë vend të nderi dhe vlerësim maksimal? Një nga olimpiadat cilët unë kam marrë arritje të shkëlqyera ka qenë Olimpiada e Letërsisë, në cilën kam fituar vendin e dytë në rang kombëtar. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në olimpiada të tjera, si Olimpiada e Historisë, Olimpiada e Kimisë, Olimpiada e Biologjisë, ku kam testuar veten dhe besoj që kam përfaqësuar shkollën në një nivel dinjitoz. Pas përfundimit të medreses, do të studioni jashtë në shkollat universitetet jashtë vendit apo brenda vendit? Personalisht synoj që të studioj brenda vendit, pra të vazhdoj rrugën për mjekësi, por gjithashtu të eksploroj rrugët për të studiuar në jashtë nuk do ishte një vendim i keq. Familja, ndihet e gëzuar me arritjet e tua si fëmijë saj? Atëherë, si çdo familje shqiptare, prindërit të ndihen tepër të gëzuar dhe tepër krenar, domethënë për arritjet e fëmijëve të tyre, sado të voglët janë ato. Prindërit e mi janë marrëzisht të gëzuar për këtë arritje që kam bërë në Olimpiadën e Letërsisë, pasi kam marrë pjesë 3 vite dhe nuk di si ta përshkruaj me fjalë të tjera, janë tepër të gëzuar dhe çdo ditë më shprehin këtë gëzim. Të kësaj shkolle, si e keni fituar këtë vlerësim? Sigurisht që kjo nuk do të bëhet dot pa një mbështetje, pa një themel ku unë të mbështetem dhe më si fillim është shkolla që u ka marrë më ka dhënë gjithmonë mundësi që unë të shpreh talentin tim, familja që është shtylla e shoqërisë, po mund të them që unë falenderoj edhe petën time që nuk kam dorëzuar asnjëherë dhe gjithmonë kam dashur të punoj sa më fort. Ke vajtur në një ditë në mësim e pa përgatitur apo është përgatitje sistematike? Sistematike gjithmonë. Po familja sa të kanë ndihmuar në këtë rast? Gjithmonë, familja është mbështetje më e madhe, madje edhe më inkurajojnë çdo herë që të vazhdoj përpara, edhe gjyshja është ndihmëse më e madhe, ka qenë për mua që kam qenë e vogël. Po për sa i përket studimeve në universitet, ku ke ndërmend të vesh? Brenda vendit apo jashtë? Sigurisht që brenda vendit. Çfarë dege do të preferoje? Me thënë të drejtën, unë preferoj drejtësi, sepse mendoj që vendi jonë ka shumë probleme me drejtësinë dhe korrupsionin dhe mendoj që nëse ne e ardhmë në Shqipërisë nuk ndihmojmë në konceptin e drejtësisë, atëherë ne nuk ta punojmë vendin tonë. Profesor Bajrami thot edhe një sekret tuaj, në punën kërkimore shkencore, dallohesh ti? Kam marrë vendin e parë në Olimpiadën e Letërsisë në Zëvan e Elbasanit, për vitin e dytë. Të gëzon ky fakt? Sigurisht, mendoj që mund të jetë një nga arritjet më të mëdha që unë kam në jetën time. Unë në fakt kam qenë edhe president e shkollave në vjeçare të Elbasanit, kam qenë e gjithë shkollave, kam qenë përfaqësuese e shkollave në vjeçare në Parlamentin e Zonë të Shqipërisë dhe mendoj që këto dy arritje do t'i mbaj gjithmonë pranë vetes për të më inkurajuar për të vazhduar gjithmonë përpara.